Ish opinionisti e Big Brother VIP 2 Jacqueline Lekatari e ftuar në një studio televizive ndau mendimet e saj për edicionin aktual të reality show dhe finalistët Rozana Radi, Laert Vasili, Gjesi dhe Egli Tako. E pyetur për Gjesin, Jacqueline e përshkroi me një fjalë të vetme, i paharrueshëm. Ajo theksoi se kontributi dhe dinamikat që ai ka sjell këtë sezon do të mbesin gjatë në kujdesën e publikut. Mendoj se do të kalojnë vitet, do të zhvillohen edicione të reja të Big Brotherit, por dinamikat që ai ka sjell do ta bëjnë të paharrueshëm, tha Lekatari. Ajo gjithashtu u ndalte mënyra se si Gjesti ka ndikuar në rrjedhën e lojës. Në ndryshim nga fituesit e tjerë, ka një moshë të re, nuk është shumë i shkolluar, ka kufizimet e veta, por ka krijuar debat, ka ngacmuar pothuajse të gjithë dhe ka nxjerr jashtë 3 apo 4 banor me zarf të zi. Jacqueline, e cila ishte opinioniste në sezonin e dytë ku triumfoi Luizelli, këtë vit është shprehur hapur si një përkrahase e fortë e Gjestit. Ajo ka vlerësuar qasjen e tij në lojë dhe rolin që ka pasur në eliminimin e grupit të bullizuesve nga shtëpia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.